jeni ajo halka e liftëse në mes. Kemi shumë financim. Kemi financimet evropiane të Global Gateway, kemi bankën botërore që është pjesë e këtij projekti, edhe Gérard Lestradier që është i ngarkuar në Francë për AIMEC-un, kështu që unë besoj fort që nëse përshpejtojmë udhërrëfyesin, kemi të gjitha paratë dhe mund të përshpejtojmë projektin. Për shembull, mund takova me kryeministrin në Marseille dhe vlerësuam të gjithë projektin që kemi nga India, Arabia Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe, Katari drejt Marseilles, kështu me radhë. Natyrisht edhe Shqipëria ka një vend në këtë udhërrëfyes, kështu që është diçka shumë kuptim plot. Duhet përqendrohemi pra tek ky projekt i G20-s me aftësitë dhe instrumentet e duhura që do të thotë Banka Botërore, financim nga BE-ja dhe financime nga të gjitha qeveritë për të nxjerrë rezultate. Por unë jam një i star mjaft i madh i ndërlidhjes. Faleminderit shumë zotë president që ju përgjigjet këtyre pyetjeve. E di që nuk është se keni fort kohë. Faleminderit. Faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit Richard dhe Cecilia. Faleminderit Jasir shumë. Më lini t'ju them vetëm me pak fjalë. Është jashtëzakonisht mirë që t'ju kesh në Europë. E di që vini nga anë të ndryshme të botës. Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëj me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Dhe dua që të dini, të jeni të sigurt që ne si europian do të japim rezultate. Tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Pra ju lutem investoni në Europë, ju lutem besojini Europës, sepse kemi nevojë për besimin tuaj, për investimet tuaja, në mënyrë që të realizojmë këtë agjendë kaq ambicioze, sepse mendoj që është agjenda e dur jo vetëm për europianët, por edhe për rajonet e tjera, për të krijuar sa më shumë stabilitet. Faleminderit shumë zonja dhe zotrinj, një duar trokitje për presidentin Macron. Dhe ndërkohë që shkëlqësisë